pas dëshirë me kërku falje për të mpetit, tentojnë i pijit me po drejta. Timin që kanusja ka qenë në vrasje. Derem Avdeu i akuzuar se ka kanosur ministrin në detyrë Faton Peci në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur sot në gjykatën themelore në Prishtinë, ka pranuar fajësinë dhe i ka kërkuar falje ministrit në detyrë Faton Pecit. Çka kemi i thonë gjykatës sa i përket llojit të lartësisë të dënimit për kërkesë penale? A keni me shtu diçka? Jo, që ku pas dëshirë me kërku falje për të mpetit, me të vërtet nuk kërkom një se dhja veç shokullon për to. Tentojnë i pijit me po drejta, edhe s'pudis falje ka kërëva, s'pudis me tash. Ndërsa i dëmtuari Faton Peci tha se pranimi i fajësisë nuk është alternativ dhe se të deklarimit të akuzuarit se ka qenë i dehur nuk e beson. Peci që deklarohet lidhur me reformat sa i përket çështjes dënimit. Unë mendoj që ato që ka prokurori i nderuar me potencoj, duhet të jetë boshti ose pika pas të cilët duhet me marrë vendim kuptimin që kanusja ka qenë në vrasje. Edhe një fjali tjetër, kisha me thonë që nuk mendoj që niveli i arsimimit është përcaktues ose predispozit për nivelin e kriminalitetit që mundet me realizu dikush një. Shoqëria jonë ka pas në kaluar nivel të ulët të arsimimit, po ka pas njerëz të ndershëm, po ka pas njerëz të punëtorë dhe fisnik. Dhe në asnjë rrafon nuk mendoj që pamundësia për marrësimu e rrit probabilitetin e inkriminimit.